Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar lirimin e ish krerëve të ushtrisë qendrore të Kosovës në përvjetorin e 5 të paraburgimit të tyre në Hag. Në një postim në rrjetet sociale, Kurti tha se nuk ekziston më asnjë arsye ligjore apo morale që ata të mbahen pas hekurave, duke i cilësuar zgjatjen e paraburgimit si të padrejtë dhe të pajustifikuar. 5 vite pritje, 5 vite pas hekurave, ndërkohë që arsyeja e njëjtë përsëritet në çdo vendim për refuzimin e lirimit. Rreziku i ndikimit mbi dëshmitarët, kështu kam menduar që nga dita e parë që i dërguan në burgun e Hagës, shkruan Kurti. Ai kujtoi se si deputetët dhe kryetari i lëvizjes Vendvendosje kishte kundërshtuar themelimin e gjykatës speciale, ndërsa si kryeministër tha se ka kërkuar disa herë lirimin e tyre në paraburgim. Në postimin e tij, Kurti publikoi dhe një kopje të letrës që i kishte dërguar në shtator të vitit 2022 kryetares të dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova, përmes të cilës kërkonte shqyrtimin e situatës së tyre, kërkesë që siç e shpreh ai nuk mori përgjigje. E kam trajtuar këtë çështje me përkushtim dhe në heshtje, si kryeministër zyra ime dhe unë kemi kërkuar lirimin e tyre që nga fillimi. Ata meritojnë të kthehen në shtëpitë e tyre dhe ta mbrojnë në liri luftën e drejtë çlirimtare të Kosovës, përfundoi Kurti. Ish presidenti Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarët Kadri Vesili dhe Jakub Krasniqi, si dhe ish deputeti Recep Selimi, ndodhen në paraburgim në Hag që prej nëntorit të 2020-s nën akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Procesi ndaj tyre ka hyrë në një fazë përfundimtare, ndërsa mbrojtja kërkon që gjykimi të vijojë me ta në gjendje të lirë.